Unë jam Derkuza Pepa, ndërsa ky këtu është Gjorgji. Dhe kjo është mami Dos. Dhe ky është babi Der. Derkuza Pepa. Princesa Pepa. Pepa dhe Gjorgji janë në gjumë. Natën e mirë, Derkucat e vegjël. Gjysi dhe gjysja kanë ardhur për darkë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku janë Pepa dhe Gjorgji? Ata janë në gjumë. O, kisha dëshirë t'i takoja. A mund t'i hedh një sy? Mirë, gjyshja Dos, por mos bëj zhurmë. Gjysja Dos. Përshëndetje të dashurit e mi. Ju duhet ishit në gjumë tani. Ta tregoj një përrall. Në rregull, por vetëm nëse më premtoni që do të flini përsëri. Do të flë për pas përrallës. Në rregull. Na ishte një herë një... I djali vogël që quhet Poni Pedro. Pedro gjeti një fasule magjike. Oh, po. Më pas, Pedro e mbolli atë fasule dhe u rit një kërcjell shumë të madh që arriti deri lart në qiell. Është e vërtet. Pedro u ngjit në majë të këtij kërcelli dhe gjeti Një gjigant të madh dhe të frikshëm. Por unë nuk dua atë. Unë dua një princeshë. Oh, po! Atja i gjeti një princesh të bukur që quhej Pepa dhe luftëtarin George. Dhe një tort. Kjo është ushqimi më i mirë në botë. Mami, babi dhe gjysi po presin që të hanë darkën. Po shkoj të shoh pse nuk po vjen gjyshja Dos. Si vazhdon përralla, gjyshe? Ç'bëre më gjyshja Dos? I zgjove vogëlushët? Ne i dham fjalën që do të flëm. Përpasi do kenë mbaruar përralla, gjyshi. Unë i mbyll tregimet më mirë se ti, gjyshja Dos. Shko poshtë tani. Unë do të kthehem shpejt. Na ishte një djalë, një fasule e madhe magjike, një princeshë e bukur, një kalorës trin dhe një guzhinjere që bënte gjërat më të mira në botë. Dhe pasi hëngrën darkë plot ëmbëlsira, të gjithë i zuri gjumi. Kaq ishte. Pastaj u zgjuan që të gjithë, sepse erdhi një magjistar. Një magjistar? Po, një magjistar. Ai do të bëjë një shfaqje magjike. Por ti... Pastaj erdhi një dragua shumë i frikshëm. Gjysja, mami dhe babi ende po presin që të hanë darkë. Kjo puna e tregimit nuk po na ecën fare mirë. Unë jam ekspert për të thënë tregime fëmijëve përpara gjumit. Do t'i vënë në gjumë ata me një herë do të shihni. Pepa, George, me një herë në shtrat. Por gjyshe nuk e ka mbaruar akoma përrallën. Edhe pak, babi. Do ta mbyllun tregimin. Kthehem shpejt, mos u mërzisni ju. Na ishte një djalë, një fasule e madhe magjike, një princeshë e bukur, një kalorës trin, një guzhinjere, një magjistar dhe një draguar shumë i frikshëm. Dhe me një mbret shumë të uritur, kështu që ata të gjithë hëngrën një darkë të madhe dhe jetuan përgjithmonë të lumtur. Mbaroi. Pastaj, ata bën një fest. U lodhën të gjithë shokët. Në rregull, më duket se duhet ta zgjedh vet. Babi Der. Sa do t'i zinte gjumi tani? Faleminderit. Merrem unë me ta tani. Duhet ta përfundosh ti përrallën, mami. Mirë, ma thuaj tani, ku e kishit lënë? Na ishte një herë, në kohët e vjetra, shumë kohë më parë. U bë kohë gjatë që mami Dos nuk po zbret që atje lartë. Po dëgjoj gërhitje më duket. Më në fund Pepan dhe Georgjin i zuri gjumi. Dhe në fund, ata jetuan të gjithë të lumtur për gjithmonë. Pepa, George... Mamin e kanë zërë gjumi. Më duket se princesha Pepa është ajo që i tregon më mirë historitë përpara gjumit. Ke të drejtë, vetëm unë.